Një grup të rinj aktivistë nga qendra rinore Hana në Lezhë kanë organizuar një protestë kreative duke ngritur zërin për nevojën një sistemi arsimor të drejtë, të denjë dhe me cilësi. Përmes një forme të veçantë të shpresë, bankave të shkollës ku ishin ulur problemet kryesorë të arsimit, ata solën në vëmendje realitetin që përjetojnë çdo ditë për shkolla. Ato theksuan se shumë shkolla janë të prirura të promovojnë arritje me natyrë politike, duke lënë në hije përmbajtjen dhe cilësinë reale të procesit mësimor. Një tjetër shqetësim i ngritur ishte mungesa e transparencës nga pushteti vendor sa i përket mënyrës se si shpërndaren dhe përdoren fondet për arsimin në çdo shkollë. Ndërkohë sipas tyre mësuesit shpesh ndihen të friksuar për të artikuluar hapur problematikat apo për të kërkuar ndryshime duke bërë sistemin edhe më të mbyllur. Synimi është absolutisht krijimi i një shoqërie më të mirë dhe le të themi mirë funksionimi i institucioneve ku ne krijohemi. Jo vetëm ne, por edhe motrat dhe vëllezërit tanë që janë në moshë më të thyer dhe le të themi të ndikime këto problematika që u treguan në këtë demonstrim janë shumë problematike për të ardhmen e tyre. Ne kemi zbuluar domethënë që shumë shkolla promovojnë partitë politike dhe mbajnë qëndrime të njëanshme. Kjo gjë domethënë ndikon automatikisht edhe tek nxënësit se le të themi nuk ka se si të mos ndikojë, duke qenë se janë pjesë e shkollave. Jo vetëm kjo, po dhe mungesa e transparencës së fondeve dhe këto gjëra që mbeten një mister për ne, ndërkohë që ne jemi ato të parë që duhet ta dimë, le të themi se ku shkojnë fondet publike. Të fjalim timin duhet të preku si fakt kryesor një kërkesë llogaridhënie ndaj Bashkisë Lezhë për të bërë transparencë me fondet që i dedikon dhe alokon secilës shkollë pra në veçanti, siç u hasë edhe të protesta jonë kreative. Pasi në të vërtetë bëjnë edhe ju secili prej prindërve një llogari me lapse letër se sa vërtet është vërtet arsimi publik falas këtu në Lezhë apo në fund dalë një kosto goxha e madhe për secilin që rëndon në barrën e shpinën e secilit prej prindërve. Nga ana tjetër, politizimi i shkollave dhe arsimit këtu në Lezhë është në shifrat e frikshme. Mjafton të futemi në secilin faqe zyrtare, në shumicën prej faqeve zyrtare të shkollave të ZVA Lezhë është një rrjetëzim i servilizmit që i bëhen partisë politike, sidomos asaj në pushtet. Thirrja e këtyre të rinjve vjen në një kohë kur problematikat në shkollat e Lezhës evidentohen vazhdimisht, por zgjidhjet mbeten vetëm pjesë e diskutimeve të vogla, pa prodhuar politika konkrete që synojnë përmirësimin e kushteve si për nxënësit, ashtu edhe për vetë mësuesit.